pjesë në zonën industriale, në Shkabej. Shkabej, po. Kësha dash me ditë sa është numri aty në qytetarë të Obilisë që janë atje, qytetarëve që punojnë apo bizneset? Po, që ka bërë biznes, dhe mund që i bërë biznes, po qytetarë i Obilisë. Fillimisht po du më edhe në sqarim që nuk është vendimi i Ramushit, po ekziston ligji për dhënien e pronave në shfrytëzim, që bile edhe vitin e kaluar ka qenë plotësim ndryshim, ka pasur prapë ndryshime. Ne bazohem vetëm në ligje. Kryeministri Ramushi ka në shkullë se s'ka bërë. Ka ligj dhe ligjit, që e ka bërë Ramushi, se ligjit si bë qeveria apo i bë parlamenti. Unë menoj që edhe plotësim ndryshimet shkojnë në rekomandimet edhe për ministrive të ndryshme, që me qenë sa ma funksional, po të gjitha pronat janë të trajtuara mbaz ligjit për dhënien e pronave në shfrytëzim. Okej, kemi ka përsyer limitin kohor, por dua nga një fjalë të fundit ta kemi që të gjithë. Po nisim kësaj radhe me kandidatin e radhës të Aleancës për Armërinë e Kosovës. Si thirrje edhe si drejtim ndaj qytetarit të Obilisht. Urdhra. Faleminderit. Realisht qytetarët na njohin të gjithëve. Unë ju kisha thonë qytetarëve që zotri Thaqi dhe zotri Gashi nuk është dashur me qenë në Garez. Pse? Zoti Gashi u lodh pak. Pra 4 vjet s'ka kallëzuar për rezultate 4 vitet e fundit. Ndërsa zoti Thaqi diçka do far gjëra që kanë dalë nëpër media, po mos po na lënë gjustosës. Pa mirë ka me dhënë ndërheqje. Të dytë, edhe unë besoj që jam... Çka po i referonin me dhe? Jam më i miri i mundshëm për qytetarët e Obilisë, sepse që nga mosha 17 vjeçare, unë kam shërbyer vendit dhe qytetarëve të Obilisë. Okej, me që ju përmendi dyve do ju jap fjalën. Thaçi ty fjala e fundit. Po, faleminderit. Sigurisht që ne si lëvizje vetëvendosje kemi një plan të detajuar, një plan program të detajuar për çdo fushë, thash edhe fillimisht. Unë kërkoj me sinqeritet, nuk ndërpreva, nuk ndërpreva, sigurisht që qytetarët kanë me vendos me 12 tetor. Mirë po, ne si lëvizje kemi një plan program të detajuar dhe sigurisht që qytetarët, ata që më njohin e dinë që mbaj fjalën dhe sigurisht që nuk do të jenë të zhgënjur, i garantoj që nuk do të jenë zhgënjur me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje që do ta zgjedhin me 12 tetor. Urdhro, Nisma Socialdemokrate, fjala e fundit. Sinqerisht u mendova që do të flasim edhe për shëndetësinë, se është çështje kruciale në komunën e Obiliqit, se ajo ambulant tash në shërbimet qytetarët janë duke drejtuar që janë duke u mbajtur në Prishtinë dhe vetë ndërtesa është në vend gabuar, kemi projekte të mirë, po megjithatë për shkak të kohës, besoj që në debatet e tjera, sidoqoftë ju falenderoj juve për ftesën, faleminderit edhe nga qytetarët na kanë dëgjuar, oferta jonë është ajo... Keni publike se cili besojnë në për rrjetet e juaja sociale? Sigurisht, oferta jonë është oferta e ndryshimit, oferta drejt një modernizimit të një komune moderne dhe jo arkaike, dhe besoj që me qeverisën tonë do t'i arrijmë. Ju dhe Kelmendi? Ne kemi dëshmu si Parti Demokratike që ato ku udhëheqim bëhet më mirë. Domthonjë gjendja rregullohet për qytetarin dhe mirëqenia e qytetarit bëhet më mirë. E përmeni tha nuk ka treg, para menon një treg gjelbërt nuk është në komunë në Obiliqet. Para menon si besohet një kryetarit me ia dhënë mandatin edhe 4 vjet, ose si besohet antarit të VV-s, kandidatit, me ia dhënë mandatin kur 5 vjet qeverisja e VV-s një urë atje ka bën Staradran, edhe kryetari Gjafas s'ka bën një urë atje ka lumi lap. Sido që të jetë, ne mendojmë se vetmja zgjidhje në këtë kohë për Obiliqin është Partia Demokratike e Kosovës dhe unë si kandidat i Partisë Demokratike. Zoti Gashi. Fillimisht uroj që zgjedhjet të kryen mirë, të kanë mundësinë qytetarët lirshëm të votojnë për bindjet e tyre që ata i kanë. Të gjithë ne jem të njohur për qytetarët, nuk jenë të panjohur, dhe ata do të vendosin për 4 vite të ardhshme. Për qeverisjen, zhvillimin e komunës tonë. Unë besoj
të qytetarëve